Por edhe sot, siç po e shihni, vazhdon kryenësia e lëvizjes vetë vendosin këtë rast, nuk hekim dorë nga kandidati, edhe pse ju kemi dhënë mundësi, edhe pse i kemi ofruar një bashkëpunim që ta konstituojmë kuvendin me ndonjë prej emrave të tjerë që mund ta bëjnë këtë punë, mirë po fatkeqësisht me gjasë duke mos i pas numrat që ta bëjnë qeverinë, atëherë kam vendosur që si barikadë ta vendosin pikërisht një grua të cilën mendoj çdo ditë më shumë po e delegjitimojnë dhe po e dëmtojnë edhe më shumë reputacionin e saj, sepse mendoj që është sjellja e tyre e papranueshme edhe në raport me votuesit e tyre që i kanë votuar, që të barikadohen në këtë formë dhe të bllokojnë konstituimin e Kuvendit të Kosovës, që të i hapë rrugë pastaj themelimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kjo çështja zgjedhje nacionale bashkë me lokale është për politikën. Ndërsa nëse dojmë për qytetar, mendoj që këto duhet me qenë të ndara. Pra, nëse dojmë me shku në favorin e politikës, duhet me i bë bashkë. Edhe nuk mendoj që duhet me shku në favorin e politikës, mendoj që duhet me shku në favorin e qytetarëve. Pse? Sepse qytetarët duhet me qenë mjaftueshëm të angazhuar me ditë se kush i përfaqëson në asamble, kush i përfaqëson sekretar komune, a janë të kënaqur me kryetarin aktual apo jo. Pastaj njëjtën gjë edhe për Kuvendin e Kosovës. Pra mendoj që nëse duhet shkohet në zgjedhje, atë pse duhet më u prit afati zgjedhjeve lokale kur i bie diku në mes të tetorit. Atë duhet shkojnë shumë më herët. Edhe zgjedhjet lokale të jetin zgjedhje lokale ashtu siç thjesht e përcakton edhe ligji dhe kushtetuta me mandatin e tyre 4 vjeçar. Pra mendoj që Kosovës i duhen zgjedhje për qytetar dhe jo zgjedhje për politikën.